është një dispozitë e cila për mendimin tim është pozitive, për shkak se kur ju depozitoni në bankë para kundrejt një personi tjetër, dhe ato para sigurisht i keni dhënë me mirë besim që personi do t'i kthejë në një moment, ai person nuk i kthen, pra nuk kthen atë detyrimin që duhet të kthejë, dhe sigurisht shumë njerëz thënë është e mundur të shkojmë t'ia marrin për shkak se ai s'ka para, ose ajo që mund të kemi depozituar para në bankë. Dhe qëllimi është që paratë të cilët janë depozituar në bankë, qëllimi është për t'i marrë. Dhe ligjvëndësi me normimin e kodit civil ka dhënë të qartë tek subjektet që kjo, do të thosha, dispozit nuk parashkruhet kurrë, është një padi e cila mund të ngrehet në çdo kohë, akoma edhe nga trashëgjimtarët e personit të cilët ka dhënë paratë në të shkuarën e tij, për një borxh apo diçka që ka të bëjë me të shkuarën tek depozitimi tek banka, pra me faturë konkrete, dhënie të një shume të caktuar kundrejt një personi tjetër.